bojnë këto lavdërimet për të mbajtur pushtetin. Është turp, glon edhe kaluar gloni. Nga situata që përshkruani, liderët europianë kanë uruar kryeministrin dhe ishte disa komente që mezi po prisnin të atakonin, komentet e parë 2 ditëve. Si është kjo? Ajt baba tregojara atë. Ata po na tregojnë ne sa të lumtur jemi ne me Ramën, se s'po e kuptoj unë këtë. Ashtu e konsiderojnë ata? Ata e konsiderojnë veten të lumtur. Ata të lumtur janë se në vendet e tyre ka demokraci, ka vot lirë dhe në mënyrë diplomatike, në një samit për llogaritur pas zgjedhjeve, sigurisht ato do bëjnë kortezitë e tyre. Por e vërteta është këtu, ja ku janë njerëzit, ja ku është e vërteta. Kjo duhet transmetuar. Le ato falsitete, sepse tek e fundit çfarë na ka sjell samiti, sepse unë jam pro-europian, dikur isha anti-amerikan sipas tyre, po sot jam pro-amerikan. Normal që kemi qenë pro-evropian dhe jemi. Çfarë sjell për Shqipërinë? Propozimet për të bërë burg për emigrantët, ne që jemi komb emigrantësh duhet të themi ditën e djeshme me kryeministrin britanike edhe për burgun e parë, edhe kështu e keni lexuar, kështu ka reaguar Rama në fillim kur i than për një kamp refugjatësh në Shqipëri, por e pranoja sepse kombinoi interesat e veta apo këmbeu interesat e veta. Po e dim me çfarë do bëj ai njëri. Ai s'duhet lënë pushtet kaq, sepse është një pikpyetje e madhe për fatin e këtij vendi nëse ai vazhdon të jetë aty. Si do arrini ta hiqin nga pushteti? Se premtuan 2021-shin.